Një aksident rrugor është regjistruar rreth orës 11:20 minuta në fshatin Kopliki Sipërm, ku automjeti me drejtues shtetasin me inicialet KD u përplas me një tjetër automjet që drejtohej nga shtetasin me inicialet JH. Si pasojë e këtij aksidenti janë dëmtuar lehtë 2 drejtuesit automjeteve dhe një pasagjer, të cilët u dërguan në spitalin rajonal të Shkodrës, ku po marrin mjekim të specializuar. Fatmirësisht ata ndodhen jashtë rreziku për jetën, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti. Gjithashtu në 24 orët e fundit, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 35 vjeçar banues në Dobraç, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu specialistët e qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, pasi një 54 vjeçar duke lëvizur me biçikletë është rrëzuar dhe përpasoj dëmtuar, ku ka përfunduar në spitalin rajonal të Shkodrës. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan një 28 vjeçar për veprën penale të ushtrimit pa licencë të veprimtarive bankare dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, pasi është konstatuar se ushtronte veprimtarinë e këmbimit valutave në mënyrë të jashtëligjshme. Gjatë kontrollit në subjektin e tij, janë konstatuar shuma parash të valutave të ndryshme që janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në Shkodër, specialistët për hetimin e krimeve proceduan penalisht në gjendje të lirë, një 62 dhe një 58 vjeçar, pasi u gjetën me lidhje të paligjshme energji elektrike, ndërsa në malësi të madhe, një 25 vjeçar banues në Ormanaj, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi e dyshuar lëndë narkotike kanabis që u sekuestrua si provë materiale. Një 44 vjeçare raportohet gjithashtu nga Komisariati i Malësisë së Madhe të ketë humbur jetën gjatë transportimit në spital, dyshohet se ajo ka pësuar arrest kardiak. Por të gjitha këto raste, materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme.